Ky 14 mars shënon 137 vjetorin e çeljes së shkollës së parë shqipe në Pogradec, e dyta pas mësonjtore së Korçës. Kjo datë na sjell në vëmendje se Pogradeci ka qenë një qytet i lëvizjes patriotike, luftës për pavarësi, kulturë e dije. Përpjekje këto që u kurorzuan me hapjen e shkollës shqipe në Pogradec më 14 mars 1887, e cila drejtohej nga patrioti Koço Sotiri. Bashkia Pogradec organizoi një aktivitet në nderim të kësaj date, njëkohësisht duke shprehur mirënjohjen për mësuesit, të cilët ndër vite kanë kontribuar në arsimimin e brezave. Po e bëjmë si traditë që në datën 13-14 mars ne mblidhemi për të kujtuar, për të nderuar, për të respektuar mësuesit në ditën e hapjes së shkollës së parë shqipe në Pogradec, por të dytë në Shqipëri, sepse 7 marsi është në Korçë dhe 14 marsi është në Pogradec. Kemi qenë shumë pranafër njëri tjetrin në hapjen e shkollës së parë shqipe. Në këtë ditë, Bashkia e Pogradecit kujton dhe nderon mësuesit e parë të shkollës shqipe. Arsimi ka shkuar përpara duke kaluar vështirësi dhe pengesa që kanë kërkuar edhe sakrifica njerëzis. Le të kuptojmë me respekt mësuesit tanë të nderuar, të cilët tashmë nuk janë midis nesh. Si mësuesin e parë të çeljes së kësaj shkolle Koço Sotiri, vëllezërit Muharrem dhe Esat Menarolli, Persefoni Treni, mësuesit Pasko Mira, Sejt Kadili, Gjergj Papajani. Gjatë aktivitetit u shpërndan edhe një sër certifikatash mirënjohje për mësues të zonës së Pogradecit.